Përshëndetje miq të nderuar. Për dekada të tëra na është thënë se rendi ndërkombëtar mbështetet mbi aleanca, mbi vlera të përbashkëta, mbi miqësi strategjike dhe mbi garanci afatgjata sigurie. Mirë po, sot po përballemi me një realitet krejtësisht tjetër. Nëse deri tje shtetet e fuqishme flisnin për demokraci, për stabilitet dhe për partneritet, sot gjithnjë e më shumë po flasim për kosto, për fitim, për pagesë dhe për interesa të tyre. 100 herë e kam thënë këtu para juve. Bota po kalon nga epoka e aleancave në epokën e transaksioneve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thënë nëpërmes gojes së Donald Trump, e kam përsëritur, se nuk njohin më aleancat, qoftë edhe ato strategjike që janë bërë midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës me cilin do vend tjetër në botë. Sot, siguria po shndrohet në mall, ndërsa mbrojtja po bëhet një kontrat midis blerësit dhe shitësit. Dhe kjo nuk është thjesht më vetëm një deklarat e përsëritur e Donald Trumpit, por është shenja më e dukshme, më signifikante e një transformimi historik që po prek gjithë sistemin ndërkombëtar, e s'doment se prek edhe gjeografin shqiptare. Shikuar nga lart globin e tokës dhe duke përcjell se çfarë po ndodh e re, shohim se lindja e mesme, sidomos lindja e mesme, është bërë laboratori ku po testohet ky rend i ri. Pas luftrave, krizave energjetike, pas përplasjes SHBA-Izrael-Iran, pas rolit në rritje të Kinës dhe rikthimit të Rusisë si një aktor i rëndësishëm global, po bëhet e qartë se askush nuk mund ta kontrolloj më i vetëm botën. Fuqia amerikane po mbetet më e madhja, por nuk është më absolutja. Fuqitë rajonale, krahas Kinës dhe Rusisë, po kërkojnë hapësirën e tyre për të vepruar në rajonet ku janë të pozicionuara. Ndërsa aleatët tradicional të Washingtonit po e kuptojnë dite më shumë se ombrella e sigurisë nuk është më aq e pa kushtëzuar siç ishte deri më tani. Në këtë botë të re do të mbijetojnë jo ata që kanë vetëm miq të fortë, por ata që dinë të ndërtojnë forcën e tyre kombëtare dhe dinë të notojnë në dallgët e reja që kanë kapluar ujërat ndërkombëtar. Thelbi i temës së sonte në këtë video është pra shumë më i ndërlikuar, shumë më i thellë dhe domethënës se sa të flitet vetëm për Iranin apo Arabinë Saudite apo Donald Trumpin dhe qëndrimet e tij të reja. Në pyetje është, çfarë ndodh me shtetet e vogla kur fuqitë e mëdha fillojnë të negociojnë sërish interesat e atyre shteteve të vogla? Çfarë ndodh kur rendi ndërkombëtar po bëhet edhe më i ashpër, më transaksional dhe më pak sentimental se që ishte deri më tani? Thjesht, apo hym në një epokë ku askush nuk do të mbrohet më falas siç është mbrojt deri më tani. Dhe pikërisht këto
vjen pyetja që na prek neve shqiptarve drejt për drejt dhe që është njëri ndër dy segmentet kryesore që do t'i trajtoj në këtë video të sandme. Nëse bota po ndryshon, atëherë do të ndryshoj, mendoj une, do të ndryshojmë edhe ne mënyrën se si të mendojmë për të ardhmen tonë. Shqiptarët duhet të vazhdojnë me patjetër dhe me insistim të kultivojnë miqësinë strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Perëndimin në përgjithësi. Por, paren në iluzion, e nëse kanë qenë në iluzion, të zgjohen nga iluzioni se dikush tjetër do t'i zgjidh përgjithmonë problemet shqiptare. Në këtë rend të ri, kombet respektohen jo vetëm për miqt që kanë, por për forcën që ndërtojnë vetë dhe sa janë të gatshëm të paguajnë për sigurinë e tyre. Më shumë se kaq, do të mvaret shumë se sa do të jenë shqiptarët të aftë që t'ia marrin tjetrit të fortin prej dore dhe ta shndrojnë atë pastaj në një mik që i mbron interesat shqiptare më shumë se interesat e atij në dorën e të cilit ishin duke u përpunuar të fortët. Prandaj, të dashur miq nga kudo që po më përcjellni, sfida jonë historike është që krahas ndërtimit të institucioneve të forta që duhet me patjetër t'i ndërtojmë, krahas ekonomisë së fortë, pastaj ushtrisë moderne që duhet të ndërtojmë, diplomacisë profesionale që me patjetër duhet të vëmë në aksion dhe të krijojmë, krahas edhe një bashkëpunimi shumë më të madh, kombëtar, sidomos midis Shqipërisë dhe Kosovës dhe diasporës përbashkët këto dy shtete, krahas të gjitha këtyre, më shumë rëndësi është të jemi të aftë që të kuptojmë sensin e politikave të reja ndërkombëtare, se siguria arrihet duke qenë i gatshëm të paguash koston e asaj sigurie. Vetëm kështu shqiptarët do të jenë subjekt i historisë dhe jo vazhdimisht objekt i vendimeve që të tjerët marrin për shqiptarët. Nga kjo perspektivë, unë e shoh edhe çështjen e Zvërnecit, të hapësirave të tjera në Bregdetin shqiptar, që i kërkojnë Amerikanët dhe miqt e tyre për të investuar aty, dhe nga kjo perspektivë i shoh edhe protestat e mëdha që kanë marrë dhënë në gjithë Shqipërinë, e sidomos në Tiranë. Çfarë është duke ndodhur e re në botë? Shikoni miq, ditën e hënë, me 15 qershor 2026, do me thonë para një jave, Donald Trump e dha një intervist për gazetën Prestigioze dhe New York Times. Ai aty nuk tha ndonjë gjë shumë të re, sa e tha me një qartësi të pazakont. Ai tha se nuk i sheh më Shtetet e Bashkuara si mbrojtje e aleancave apo të vlerave. E kam thënë shumë herë edhe unë më para. Por tha, i sheh si një mekanizëm, si një korporat e madhe që menaxhon një rrjet interesash të reja amerikane. Dhe kur mbrojtja e sigurisë së një vendi shndrohet në një klauzol kontraktuale, atëherë rrëzohen automatikisht të gjitha premisat e kaluara që kanë qeverisur marrëdhëniet e Washingtonit me alatët e tij për dekada. Ajo që propozon Trump, jam mas e i bindun
se nuk ishte ndonjë improvizim elektoral tani para zgjedhjeve të nëntorit, por ishte një vazhdimsi e një doktrine të qëndrueshme dhe të futur thellë në mendsinë politike amerikane. Cila është ajo? Nuk do të ketë më mbrojtje falas. Siguria, sipas Donald Trump, është një shërbim që blihet dhe shitet sikur malli në treg. Nga ky kuptim, Donald Trump nuk është vetëm një individ me stil të ashpër politik, siç e cilësojnë shumë herë analistë të ndryshëm nëpër botë, por ai është simptom, është rezultat i një transformimi më të madh amerikan. Shëbat shihet gjithnjë e më pak dëshirojnë të jenë edhe më tutje garantuese të rendit liberal global dhe gjithnjë e më shumë. Shëbat dëshirojnë që të sillen si një fuqi selektive dhe që pyet në tryezën e bisedimeve. Çka fitoj unë nga kjo aleancë të cilën ju po e kërkoni me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kjo është logjika e Amerikës së tanishme dhe kështu do të lexohen edhe nga shqiptarët marrëdhëniet e reja ndërkombëtare. Kjo është në fakt e rëndësishme jo vetëm për Arabinë Saudite, pra, apo për Emiratet, apo për Katarin, apo për Iranin. Është thelbësore edhe për Ballkanin dhe veçanërisht për neve Kosovën. Për çka? Sepse edhe Kosova është shtet që ka ndërtuar sigurinë e saj mbi një bindje të madhe shumë herë e tepruar se Amerika është garantuesi ynë përfundimtar. Ky iluzion më duhet të merr fund. Në intervistën e tij, Trump shprehu gjithë këtë me një sinqeritet të habitshëm, siç ndoshta nuk jemi mësu me e dëgjuar deri më tani. Nëse dështojnë negociatat bërthamore me Iranin, atëherë mbesin vetëm dy alternativa mbi tavolinë. Ose rifillimi i sulmeve ushtarake mbi Iranin, ose shndrrimi tani i pranisë amerikane në vendet e lindjes së mesme në një rojtar që do të merr së paku 20% nga të ardhurat e përgjithshme të rajonit dhe ky së paku 20% të nënshkruhet shtet më shtet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas meje, para sa une e njoh këtë gjuhë të Trumpit dhe e di historikun e raporteve amerikano-arabe. Këto shifra nuk janë thelbësore, nuk çojnë pesh 10, 20, 30%, por thelbësore është logjika, cila angazhimi strategjik tani më transformohet në një kontratë tregtare me një çmim të përcaktuar dhe nëse nuk ka mall, s'ka për çka bisedohet dhe nëse nuk merremi vesh për çmimin e përcaktuar, atëherë nuk ka aleancë të re, nuk ka raporte miqësore midis dy vendeve. Për ta kuptuar domethënien e kësaj qasjeje, duhet me patjetër këto, së paku në pak minuta, të analizohet thelbi, temeli mbi të cilën është ndërtuar vizioni, iluzioni i vendeve arabe të gjirit për marrëdhëniet me Washingtonin zyrtar. Cili është ai? Që nga viti 1991, e dini atë periudhën me Irakun, është konsoliduar një ekuacion
i pashkruar arabo-amerikan. Një, blerja e armëve nga vendet arabe aq sa kërkojnë të shesin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 2. Strehimi dhe vendosja e bazave ushtarake në cilën do hapësirë të cilit do vend qoftë edhe të gjitha vendeve arabe të gjirit. Dhe kryesorja, shitja e naftës vetëm me dollar. Dhe nëse nuk shitet me dollar, nuk do të ketë shitje. Të trija këto elemente të kësaj marrëveshje të vitit 1990, edhe nëse jo marrëveshje e shkruar e nënshkruar, e gjithë kjo është bërë në këmbim të një ambrele sigurie amerikane pothuajse e garantuar 100%. Tash, që kjo e rehati strategjike e vendeve arabe çka rezultoi? Rezultoi në dobësimin e motivit të vendeve arabe për të ndërtuar një pavarësi të vërtet sigurie, që të mbështeten edhe në fuqinë e vetë. Disa shtete aty, mos të thënë të gjitha, u mjaftuan me rolin e të qenurit konsumator i sigurisë sipas çmimit të cilën dhe mënyrës së çmimit të cilën e përcakton të Washingtoni. Kjo shikuar në mënyrë analitike, tani më nuk është ndonjë gjë e re që po e kërkon Trumpi, dallueshëm nga që ky paragrafi i fundit të cilin e përmenda. Shitja e armëve, vendosja e bazave ushtarake, shitja e naftës me dollar në këmbim të mbrojtjes së sigurisë së vendeve. Taktika e re, metoda e re, fryma e re, e cila ka ardhur tani me ardhjen e Trump, nuk është diçka super e re nga e kaluara. Ka ndryshuar vetëm formën. Cila është ajo? Kur siguria bëhet objekt negociimi financiar, tregtar, ajo tani më është shndruar në mall. Përpara, kostoja paguhej në mënyrë indirekte, përmes kujt? Përmes kontratave të armëve, përmes investimeve amerikane çfarë donin qoftë edhe baza ushtarake dhe përmes lehtësimeve të tjera në favor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në modelin e Trumpit tani, marrëdhënia po bëhet e drejt për drejt. Shërbim, pagesë për sigurinë tënde. Pra, thjesht, shërbim kundrejt një pagese. Që ky transformim i ka 3 pika kryesore. 1. Siguria po kushtëzohet nga pagesa dhe e humb kjo tani më besueshmërinë midis partnerëve. 2. Hap derën për konkurrencë mes shteteve të rajonit aty në blerjen e garancive, cili pagun ma shumë, qaj garantohet ma shumë, dhe treta, Washingtoni angazhohet tani e tutje, jo sipas prioriteteve strategjike, por, siç thash, sipas fitimit financiar. Kush pagun ma shumë, është ma i siguruar. Me fjalë të tjera, miq, siguria mon në botë nuk është aleancë, por është mall në treg që diskutohet për çmimin e asaj sigurie. Nuk ka më mbështetje tek ombrella amerikane në formën e saj tradicionale në lindjen e mesme. Unë e thash në fillim të videos se lindja e mesme është bërë një laborator i rendit të ri,
aty po testohen taktikat, strategjit dhe mendësia e re politike amerikane. Por kjo s'do mend se ka të bëj me cilin do rajon, ku SBA-ja sheh interesat e veta aty. Pra edhe me rajonin e Ballkanit. Pra e sidomos me rajonin geografin shqiptare. Andaj e përsëris, një fjali që e thash më parë, është shumë e rëndësishme që shqiptarët të kenë aftësinë, strategjinë, gatishmërinë, punën e përbashkët shqiptare, që të dinë si t'ia marrin të fortin nga dora atij i cili është duke punuar që ti ofroj çdo gjë të fortit vetëm e vetëm që ta mbroj atë. Ma thjesht dhe më qartë. Shqiptarët duhet të përcjellin shumë mirë politiken greko-serbe në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në raport me shtetet e tjera të fuqishme të botës me të cilat po luajnë dhe po tentojnë që t'ju binë në prahër Serbia dhe Greqia. Pra miq, nuk ka më mbështetje tek ombrela amerikane në formën e saj të dikurshme tradicionale në lindjen e mesme. Trump po thot shumë qartë se kjo nuk është një ndryshim i përkohshëm, mos u mashtroni, por është shprehja dhe fryma e re e politikës amerikane, e vetmja realiste e Amerikës, jo vetëm sot, por edhe pas shkuarjes së Donald Trump dhe ardhjes të cilit do president, demokrat apo republikan i SBA-ve. Tjetra miq, si që kam thonë shumë herë, vazhdimi i në raport me lindjen e mesme, dëgjoni çto me vëmendje, ju kujtohet se e kam përsërit. Çfarë strategjie është duke përdor Trump aty? Si po e rikonfiguron tani pas fitores apo detyrimit të uljes në negociata apo quaje si të do, e kam shpjeguar në 3-4 videot e javës së kaluar përfundimin e luftës iraniano-amerikane, por këto po du me thonë diçka tjetër. Diçka që e kam thonë shumë herë. Dëgjoni, vazhdimi i ekzistencës si Iranit, si një kundërshtar, ama i kontrolluar, ofron një ekuilibër më komod, më të rahatshëm për SBA-n dhe për botën perëndimore sesa skenari tjetër i shembjes dhe i shkatërimit të plot të Iranit, me një kaos që do të mund të prodhonte në rajon. Pra, një Iran i fort deri te ku, por i kontrolluar, dhe shtetet arabe të nevojshme që të blejnë armë dhe të paguajnë triliona dollar për sigurinë e tyre nga Irani, është opcioni më i mirë për Amerikën dhe fuqit e mëdha të botës, sepse që të dyja do të kenë nevojë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kur kanë nevojë për me ju krye nevojat dhe për me ju dalë në ndihmë, tani më, jo veç të bleni armë, po paguani cash triliona dollar nëse dëshironi të siguroheni. Pra, Trumpi nuk kundërshton në asnjë mënyrë, por është duke e promovuar idenë e një Irani të qëndrueshëm, të fort, por të kontrolluar edhe nëse Tel Avivi zyrtar, apo administrata e tanishme e Netanyahut është duke e kundërshtuar. Izraeli dëshiron që ta ketë një Iran të asgjësuar, sepse beson se me arabët do ta ketë më lehtë.
Dhe kjo është interes i drejt për drejt Izraelit. Amerika po shiqon më larg se sa syri i Tel Avivit. Amerika po thot, mua përveç interesit që të mbroj tyje o Izrael, më intereson shumë edhe sa para do të duhen të paguajnë arabët për të siguruar sigurin e tyre. Për te sigurimit të Izraelit, mua më dohen edhe para shtes për sigurimin e atyre vendeve nga Irani. Plus, do të siguroj një çmim të levërdishëm, një sasi dollarësh, pasi ta lejoj Iranin që të shes naft dhe të zhvilloj tregtijen siç e ka bërë deri para luftës. Pra shylevek nga të gjitha anët që të fiton Amerika. Në intervistën e 15 qershorit të paranjavës, miq të dashur, Trumpi, e kam dëgju me vëmendje, foli edhe për Kinën edhe për Rusin, ku i lavdroi me fjalet më të përzgjedhura. Mirë po, lavdrimet e Trumpit për Kinën dhe Rusin, unë nuk i lexoj si komplimente diplomatike të Trumpit, në asnjë mënyrë, por i lexoj si pranime të faktit dhe të realitetit të një bote shumë polare, të cilën edhe Trump po e thet në mënyrën e vet. Duke e lavdruar Kinën dhe Rusin, ai po thot se edhe këto dy superfuqi janë pjesëmarrëse në rendin e ri multipolar që është krijuar. Washingtoni nuk është më në gjendje të imponoj vetëm zgjidhje të mëdha dhe të gatshme siç dëshiron vet, veçanërisht në dosjen shumë komplekse siç është dosja e Iranit. Për çka? Kina zotron sot mjetet vendimtare të presionit ekonomik mbi Amerikën. Rusia i ruan kanalet e drejt për drejta të ndikimit mbi Iranin e nëpërmes Iranit edhe vendeve të rajonit. Si rezultat i kësaj, marrëveshja që u arrit dje par dje janë të bisedue ato ekipet teknike, që u arrit midis Washingtonit dhe Teheranit, unë e shoh si një kompromis i përbashkët dhe jo si një fitore e një anshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por ishte një kompromis i përbashkët midis Washingtonit, Moskës dhe Pekinit, duke u marrë në konsiderat edhe interesi dhe insistimi i Teheranit zyrtar. Edhe për shkak të fuqisë, edhe për shkak të rolit, edhe për shkak të Hormuzit, edhe për shkak se Amerikës, Pekinit dhe Moskës i duhet një Iran i tillë. Këtë ndoshta e kam shpjeguar hiq më pak se e kam përmend 10-15 herë në videot e mia, se historikisht Irani e deshtëm apo nuk e deshtëm, i mirë apo i keq, e lavdruam apo e përgojuam, Irani ka qenë dhe është një determinant i padiskutueshëm i politikave të lindjes së mesme, që nga koha e perandorisë persiane, që nga koha kur atje futet perandoria romake në Tel Aviv e në Quds Sherif, e pastaj musliman para tyre perandoria bizantine, e pastaj muslimanët sunnit arabët, e pastaj perandorit e tjera si osmane, pastaj koha e Pax Britanica, pastaj koha e Pax Americana dhe tash
koha jo më e Pax Americana, por koha e America First. Në të gjitha këto periudha, Irani, për shkak të qëndresës së vetë stoike, të mendësisë së vetë popullore, shtetnore, perandërake, për shkak të betejës së vazhdueshme gjeokulturore midis arabëve dhe persianëve, nuk është në pyetje shiizmi, apo sunnizmi, apo vehabizmi, apo hanefizmi. Pralla janë ato të cilat u tregohen atyre të cilët kanë mendje të lehtë dhe të kënaqen, duke i lexuar raportet ndërkombëtare, konstelacionet kaq të thella të marrëdhënieve ndërkombëtare me shpjegimin e prallave, me shpjegimin, me mënyrën e shpjegimit duke cituar pralla të Nasradinit apo të njerëzve që janë bartës të ideologjive ndarëse dhe përqarëse të muslimanëve dhe të ummetit në përgjithësi. Puna pra, nuk është shiizmi aty, e nuk është as sunnizmi, por është beteja shekullore, gjeokulturore para së gjithash, dhe gjeopolitike, gjeostrategjike më pastaj midis persianëve dhe arabëve. Shqiptarët nuk guxojnë të bien në këtë rjet marimange, rjet të cilën e ka krijuar dhe prodhuar historia, me të gjitha marrëdhëniet në të midis persianëve dhe arabëve, dhe ne së paku elita intelektuale nuk dohet të bi në atë rjet marimange dhe nga atje të bërtet rënoft Irani se ai është më i miri, apo rënoft Arabia Saudite sepse ai është mbrojtësia e tauhidit islam. Çështja, siç e shpjegova, është shumë më e thellë dhe më e ndërlikuar se sa përgjigja në pyetjen se me kë je apo me kë duhesh të jesh. Se me kë duhet të jemi e përmenda pak në 2-3 fjali më para dhe do ta shpjegoj në minutat në vazhdim. E gjithë kjo miq që ndodhi tani në lindjen e mesme, çfarë do të thot për vendet e xhirit dhe çfarë do të thot e ardhmja e tyre në raport me Shëbat. Shiqoni. Përfundimi strategjik tani më është i qartë. Modeli i garancive të hapura, pa nënshkrim, ka marrë fund. Çek i hapur, thuhet në turqisht, a çek i hapur, që po ta jap ti e merr prej aty hit sado, më ta dhon kartelën e bankës e harxho sado. Jo, ka marrë kjo fund. Pavarësisht se kush është sot ose nesër president në shtëpinë e bardhë. Mbështetja tek ombrella amerikane në formën e saj të vjetër ma nuk është reale as realiste. Ajo që ka zbuluar Trump nuk është një zhvillim i përkohshëm, por e përsëris edhe njerë, është shprehje e qartë e një drejtimi shumë më të thellë dhe afatgjat që po merr politika amerikane. Nga cila është ajo? Nga Pax America, rendi amerikan si që ka qenë në America First. Çfarë i bje kjo? Pas luftës së dytë botërore, e dim, Shëbat ndërtuan një sistem të aleancave në Evropë, në Azi dhe në lindje të mesme. NATO ishte në Evropë, kryesorja, marrëdhënie të qëndrueshme, herher të lëkundura me Japonin, Koren e Jugut në Azi, partneritet, si që shpjegova deri më tani, me vendet e xhirit dhe me lindjen e mesme, dhe e gjithë kjo e krijoi një sistem të cilën e kishte imponuar Washingtoni zyrtar pas luftës së dytë botërore. Amerika ofronte siguri nga një anë, ndërsa aleatët e Amerikës ofronin çka? Baza ushtarake, tregje, stabilitet politik, mbështetje diplomatike dhe me patjetër
përputhje strategjike me Washingtonin. Mirë po, me gjithë që edhe në këto rrethana nuk ka hub Washingtoni. Me gjithë që edhe në këto rrethana ka qenë fitimtar Washingtoni. Tani më ka ndryshuar strategjia. Dhe kjo është e nevojshme të dihet për ne shqiptarët. Tani më duket si loti i qartë se ky model po ndryshon në themel. Trumpi e sheh aleancën mes shteteve dhe Amerikës më shumë përmes logjikës së pagesës aty për aty dhe barrës financiare aty për aty sesa përmes logjikës së vlerave të përbashkëta që i pas kemi pas deri më tani. Kërkesa e Trump është që aleatët e NATO-s të shtojnë deri në 5% të GDP-së tyre për mbrojtjen e tyre dhe kjo tregon se ky ndryshim dramatik është nis fillimisht midis SBA-ve dhe aleatëve perëndimor antare të NATO-s. Pra, nuk kemi të bëjmë me pyetjen klasike, është ky shtet aleat i Amerikës apo nuk është? Tani, kemi një pyetje shumë më të thellë se kaq. Një çështje shumë më të thellë se kaq. Cila është? A paguan ky shtet mjaftueshëm për ta merituar mbrojtjen amerikane? Ka që thjesht është puna. Deri këtu ka ardhen puna. Kur i shiqojmë vendet arabe të lindjes e mesme të gjirit aty, për dekada ato shtetet e mjera që në duken të prosperuara me ata rokaqej që nuk kanë gjendje një raket, ndoshta me e nalen, e as me i siguru bile bazat amerikane si musafire aty, e as bazat amerikane nuk mujten me i sigurue aty. Këto shtete arabe për dekada e kanë vepru si pas një formule qoftë edhe të pashkrume. Thash, mbebli armë prej Amerikës, lejëm t'i vnoj bazat aty se mu mdohen edhe shit me dolar. Naftën kime shit vetëm me dolar. Mirë po, lufta me Iranin, kriza e Hormuzit, interferimi i Kinës e Rusis e ndryshuan punën e hesapin e rendit të ri. Ngushtica e Hormuzit, meq, si që kemi shpjegue unë dhe të tjerët, është një nga pikat më strategjike të planetit. Aty ka mujten mu djek gjdo ushtar Amerikan të cilën e ka dërguar Trump atje Washingtonit. Me u djek se cili këmb e shtet atje. Por që Amerika mos me lëshu pe. Sepse është pika më strategjike e planetit. Aty kalon 30% e naftës dhe gazit botror. Raportet britanike në lidhje me lindjen e mesme shkruajnë se konflikti Iran-SBA dhe Izrael e kanë qit në pa dhe e kanë bë edhe më të qartë, edhe për njerëzit më të rëndëmt, se gryka e Hormuzit është rruga jetike globale për energjin dhe mallra strategjike, që i bie kur flasim për energjin, se është shahdamari dhe fryma e ekonomisë botërore. Sepse ekonomia botërore sot varet mbi energjin dhe mbi mallra strategjike. Përpara, sheku i më parë është varë në erza që i kam pru prej Indijës, në maqinën me avull, është varë nga fuqia punëtore, nga shpatat sa po prodhon, nga gjylat e barotet dhe të ngjashme, është në varë nga strategji të tjera, ndrim mallrash dhe të ngjashme. Jo, ta zhvaret krejtësisht nga energjia dhe mallra strategjike. E që të dyjat janë pjesë e strategjisë, e rëndësisë, e filozofisë së ngushticës së Hormuzit. Prandaj ngushtica e Hormuzit
me gjithë që përgjatë gjithë historisë, ka qenë teje të rëndësishme, tani më është shahdamari, është fryma e ekonomisë botërore. Kjo dënë të thëtë se Irani, edhe kur është ekonomikisht i sankcionuar si që ka qenë, edhe kur ushtarakisht është më i dobët se SBA-ja, Irani në të njëjtën kohë zotron një instrument geopolitik shumë të fuqishëm. Cili është ajo? Aftësinë për ta korsnuar rrjedhën globale të energjisë dhe të mallrave strategjike dhe për ta kthyer botën në një atmosferë krize dhe friksimi për krizë edhe më të thellë se siç ishte në 3 muajt e fundit. Miq, nuk po du me hin këto me e spjegu kush fitoi e kush humbi. Dihet, humbës e fitus me terme ushtarake asnjani s'fitoi. Në të njëjtën kohë, me terme ushtarake dhe geopolitike, geokulturore, geostrategjike, ekonomike domosdo që të dyjat kanë fitue. Shkatërime po në lindjen e mesme. Humsi më i madh janë shtetet arabe të gjirit, që ta dini këta. Cili ka humb më shumë, me ju pyet dikush, a Irani, a Washingtoni, cili është humb, cili e humbi luftën? As ky. Edhe ky pak, edhe ky pak. Edhe ky fitoj, edhe ky fitoj. Por humzi i vërtet janë vendet e gjirit. Për shka, i shpjegova që 30 minuta ato se qfar do të ndodh tani me lindjen e mesme dhe me vendet arabe. Prandaj, miq, ky ndryshim që po vjen dhe po troket mbi kokat e arabëve është ai ndryshim ku Amerika ose duhesh ti përshtatesh siç kërkon tash për koston, për sigurinë tone, për pagesën kesh, ose do të jesh pjesë e menus në tavolinën ku do të vendoset për strategjitë dhe interesat e reja në lindjen e mesme. Sot Amerika po negocion, Amerika po kërcënon, Amerika tërhiqet, Amerika kthehet, Amerika sulmon, Amerika kërkon pagesë, Amerika i detyron të tjerët të pranojnë kompromise dhe Amerika është bërë shteti i cili edhe kur tërheqet, edhe kur kthehet, edhe kur kërkon pagesa, edhe kur humb ushtar, edhe kur i bombardohen bazat ushtarake atje, e përpunon me një kujdes të veçantë. Cili është ai? Me kujdesin, me logjikën, me mendësinë dhe me strategjit e një rendi të ri botëror që po vjen. Paguj nëse do me të siguruar. Kuptoje se çfarë është sistemi i ri ndërkombëtar nëse do me mbijetuar në rendin e ri ndërkombëtar. Kështu, miq, tash, çfarë ndërlidhet kjo me neve shqiptarve? Në këtë botë, ku shtetet e vogla nuk mbijetojnë, duke u lutur që fuqit e mëdha të jenë të mira dhe t'i mbrojnë, sot shtetet e vogla mbijetojnë duke ndërtuar kapacitetet të brendshme, diplomaci shumë të zgjuar, e cila i mungon shqiptarve e në veçanti Kosovës, duke krijuar aleancat të shumëfishta, ekonomie rezistente, konsensus të brendshëm strategjik politik, i cili aq shumë i mungon Kosovës. Dhe ky është mësimi kryesor që do të dohi ta merrnin shqiptarët nga rasti i lindjes së mesme, që, siç thash, është ndruar në një laborator, ku po testohen elementet, fijet, bazat, formatet
e rendit të ri. Shqiptarët miq, sidomos Kosova, kanë një marrëdhënie shumë të mirë, ose ma shumë të quaj emocionale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe kjo është e kuptueshme, e dimi historikisht. Pa ndërhyrjen amerikane dhe të NATO-s në vitin 1999, askush nuk do të kishte me mujt as ëndër me pa se Kosova do të vije këtu ku jemi. Edhe sot, NATO vazhdon me e udhëheq emisionin e KFOR-it në Kosovë, që nga qershori i vitit 1999. Mirë po, mirënjohja historike nuk duhet gjithmonë të mbetet e të shndrohet në varësi strategjike. Këto do të kuptojnë shqiptarët. Kosova do të kuptojnë më patjetër se Amerika e vitit 2026 nuk është më e njëjta Amerike vitit 1999, sepse rrethana gjeopolitike dhe gjeostrategjike nuk janë të njëjtat si në vitin 1999. Atëherë, dominante ideja e ndërhyrjes edhe humanitare dhe e rendit liberal. Përmendej edhe e drejta humanitare. Imagjinoni, sot dominon lidhja strategjike, konkurenca me Kinën, frika nga luftrat e gjata me superfuqit nërmjete dhe logjika e kostos. Shëbaja, mos them ka marrë mësim, por e ka lexuar drejt se një luft me një shtet, edhe nëse më i dobët ushtarakisht, por që rënjet i lidhen me superfuqit të cilat kanë interesa në rajon, paskësh një kosto të madhe që po të detyrua ka të ulesh në tryezën e bisedimeve dhe të ulesh kokën para opinionit botnor dhe të pranosh se po nënshkruan mbi një letër afër aty ku nënshkruan edhe kombi e shteti për të cilën pretendoje se do ta fshije nga sipërfaqja e dheut. Kjo, miq, nuk do me thonë se Amerika mund të braktis Kosovën në këto rrethana të reja, por do në të thotë se Kosova nuk guxon të ndërtoj të ardhmen mbi supozimin e deritanishëm se Amerika gjithmonë do të shpëtoj atë. KFOR-i dhe realiteti i ri i sigurisë në Kosovë ndryshe është. NATO ka njoftuar haptas se do të optimizoj, do të zvogloj gradualisht pranin e KFOR-it në Kosovë dhe duke lidhur këtë me përmirësimin e situatës dhe të sigurisë si dhe rritjen e aftësive vendore. Megjithatë, unë këtë e lexoj nga dy anë. Për mua ky qëndrim i ri amerikan, i KFOR-it, i NATO-s mund të lexohet nga dy perspektiva. Perspektiva pozitive dhe perspektiva negative. Perspektiva pozitive është sepse tregon se Kosova ka një stabilitet më të qëndrueshëm. Por negative është ajo paralajmëruese, sepse çdo reduktim ndërkombëtar kërkon rritje të përgjegjësisë vendore, e të cilën me sa shihet politika vendore, përçarjet të cilat janë krijuar në politikën vendore kosovare, më shumë flasin për një eskalim në të ardhmen, sesa për një ofrim për t'i mbrojtur strategjit, interesa strategjike të Kosovës në vijat e ardhshme. Nëse Kosova nuk ndërton kapacitete reale të sigurisë, të inteligjencës, sidomos të diplomacisë e cila e kupton sensin dhe gjuhën dhe logjikën e marrëdhënieve ndërkombëtare që po krijohen sot, ku siguria jote është mall mbi tavolinë, kosto ka, sa ke dhe a ke diçka me i dhanë superfuqis për të mbrojtur tyje. Kjo diplomaci, kështu do të kuptohet tani e tutje nga diplomacia e
Kosovës. Përveç kësaj, do të ketë edhe ekonomin dhe të zvoglon më pastaj varësin e saj edhe nga shtetet të cilat i konsideron armike. Shqiptarët do të dalin nga romantizmi politik dhe të hyjnë në epokën e shtetëndërtimit strategjik. Çfarë do të thotë kjo? E para, marrëdhënia me SHBA do të ruhet si boshti kurrizor strategjik. Kosova do të jetë aleate serioze e Amerikës, jo vetëm konsumatore e mbrojtjes amerikane. E dyta, Kosova do të ndërtoj një ushtri reale, një inteligencë reale, një diplomaci profesionale, po e përmendit që disere, dhe një ekonomi prodhuese. Nuk ka sovranitet serios pa kapacitet mbrojtës dhe ekonomik, dhe nuk ka partneritet në kuptimin e partneritetit midis një superfuqie dhe një shteti i cili nuk i ka të siguruara as elementet bazë të jetesës së popullit të atij shteti. Dhe treta, ajo që kërkohet është që Shqipëria dhe Kosova të krijojnë së bashku një doktrin të përbashkët sigurie kombëtare. Jo për luftë, po për stabilitet, për parandalim dhe për peshë diplomatike. E më kryesore se të gjitha këto, politika kosovare do të ndaloj luftën e brendshme primitive e cila është bërë për fat të keq, shahdamari i politikës vendore kosovare. Në çështje strategjike, ushtria, dialogu me Serbinë, raporti me SHBA-n, me NATO-n, me BE-n dhe Shqipërinë do të kenë konsensus minimal kombëtar. Pa këtë, nuk mund të ketë të ardhme Kosova. Dhe temë të cilën e kam përfolë, sidomos javë të fundit, është diaspora do të trajtohet jo vetëm si burim remitancash apo votash, por si një instrument diplomatik, ekonomik dhe akademik. Diaspora shqiptare në Gjermani, në Zvicër, SHBA, Austrie, Skandinavie, Australi, është një kapital strategjik shumë i rëndësishëm për Kosovën. Pra, formula ime, mendimi, mos them formula ime, por mendimi im për politikën kosovare do të ishte me Savion, me Amerikën, por jo pa veten në raport me Amerikën, me NATO-n, por duke ndërtuar ushtrien tënde, me BE-n, por pa pritur pa fund që vetëm të epët lëmosh ty, por të tregosh se edhe ti mundesh, me Shqipërinë, jo me emocione, por me institucione, dhe me diasporën, jo vetëm për vota, por për fuqi kombëtare dhe për strategji kombëtare të përgjithshme. Miq, ajo që po ndodh në lindjen e mesme është paralajmërim për të gjitha shtetet e vogla. Cili është ai paralajmërim? Kur siguria bëhet mall, shtetet që nuk kanë kapacitetet të paguajnë atë mall bëhen klient. Kur aleancat bëhen transaksionale, shtetet që nuk kanë çfarë të ofrojnë bëhen barë për aleatët e tyre. Kur rendi botëror bëhet shumë polar, shtetet pa strategji bëhen teren i lojrave të tjerve dhe kam frikë shumë se diçka e tillë, mos thash zoti, mund të ndodh edhe me hapësirën shqiptare. Dhe fjalia e fundit që dua ta përmendi këtu, për politikën shqiptare dhe veçanërisht për Kosovën është me Savion. Koha e mbijetesës me emocione ka kaluar. Ka ardhur koha e mbijetesës me strategji.
kombet dhe shtetet të cilat nuk kanë përgatitur strategji, por mbështeten ende në emocione dhe iluzione të kaluara të rendit të kaluar botnor, do të jenë humbset me një humbje të dhimbshme në rendin e ri që sapo kemi hyrë. Miropafshim.